أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Do të fillojmë me derset e Ramazanit. Lutem Allahun subhanahu wa taala që ibadetet të cilat i bëjmë në këtë muaj të bekuar Allahut na i pranoj. Nuk ka dyshim se një prej veprave të mira që mujmë me bë gjatë agjerimit është edhe prezantimi në përmezliset e dijes. Domethënë me marr pjesë në për ligjëratat fetare. Kjo është shumë e rëndësishme edhe shumë e shpërblyeshme te Allahu subhanahu wa taala. Për çat njeri të na është praktik që në Ramazan më organizu ligjërata të ndryshme. Feja ruhet edhe mbrohet edhe imani duke mësu fenë. E atë që mund me mësu nëpërmjet ligjëratave të ndryshme që organizohen nëpër xhami është shumë, domethënë, e rëndësishme dhe shumë më e dobishme se sa vetë me marr librat edhe me lexu. Normal nuk mjafton vetëm leximi i libra ose vetëm prezantimi nëpër ligjërata, duhet me mësu. Kështu është rujt dini edhe imani përgjatë shekujve në historinë islame. Qysh është rujt me derse nëpër xhamia. E kanë marrë muslimanët, e kanë rujt, domethënë, imanin e tyre në këtë formë. E kemi bën një lajmërim, domethënë në këtë Ramazan do të flasim për përmirësimin e zemrave. Do të flasim për përmirësimin e zemrave. Domethënë çdo ditë mas ikindie përveç xhumas, edhe përveç ndonjë ditë ku do të jam i thirrt një ditë revenen që s'kam mujt me refuzu, edhe pse me thënë drejtën nuk kam pas qef me shku dikun, po më kanë thirrë dikun që suni kam thonë jo, dhe për ndryshe përveç xhumave çdo ditë mas qindie do të majmë një seri të ligjëratave që ka të bëjë vetëm me përmirësimin e zemrave. Si t'ja nisim prej tash 20 e kusur ligjërata do të jenë për përmirësimin e zemrave. Nëse ju kujtohet, vitin e kaluar kemi folë për virtytet e moralit. Domethënë, çdo temë ka pas të bëjë me ndonjë prej virtyteve. Normal që nëse kemi përfshin këtë virtytet e moralit, se janë shumë, po ato më të rëndësishme që e kemi pa të udhës e kemi përmend. Pse me folë për këtë temë? A njët mirë? Pak, me afru edhe pak? A më ja lëshu atje? S'ka ma shumë. Pse me folë për përmirësimin e zemrave? Pse me folë për përmirësimin e zemrave? Kjo temë, përmirësimi i zemrave, është baza ose themeli i krejt gjanave tjera. Kjo është më e rëndësishme. Është më e rëndësishme se sa me folë edhe për shartet e imanit edhe shartet e islamit. Sepse çdo gjë, çdo punë e mirë, piknisjen e ka këtu që e kemi. Mirë. Zemra në Kur'an edhe në hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmendet, domethënë, si një organ i cili nuk e ka vetëm funksionin e njohur biologjik që e dimë ne. Çka bën, qarkullon gjaku. Ajo dihet në biologji, në neve s'na intereson ajo pjesë, edhe se marrim vesh. Mujna, domethënë, me hi edhe me met aty në temën se ajo është çështje që e studiojnë organizmin e njerit, apo. Zemra në kohën e domethënë në Kur'an ka funksionin e të kuptuarit. Ka funksionin e dëshirës, vullnetit, zemra. Po çka është më interesante, ku pas përkthyi në rrjetet sociale në tekst, se tash kohën e fundit shkencëtarët e mëdhenj botëror kanë pasë se zemra ka një funksion shumë më interesant se sa qarkullimin e gjakut që e ka. Domethënë, këtë që e thot Kurani. Ato e kanë zbuluar një pjesë e zemrës dhe është një tru i cili e dirigjon edhe trunin e njerit.
Kjo e thot shkenca këtë. Unë nuk di shumë thellë, po do të thonë shkencëtarë dhe ata shkencëtarë jo musliman e kanë zbuluar se zemra ka një funksion më tepër se sa funksionin biologjik të cilin e njohin edhe e din këtë njerëz. Bazë për këto tema krejt që do t'i majmë është një hadithi sakt që është përmbledhur në Buhari edhe në Muslim, i transmetuar nga një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili quhet Nu'man ibn Bashir. Nu'man ibn Bashir thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Çfarë do të thotë? Thotë me të vërtetë halali është i qartë dhe harami është i qartë. Dhe mes halalit dhe haramit ka disa gjëra të cilat janë të dyshimta. Do të thonë, kështu e ka nisë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me përfunduar aty ku do të dalim ne. Pastaj thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Kush ruhet për këtyre gjërave të dyshimta, se thotë dikush se kjo s'është shumë e sigurt që është haram. Kush ruhet për këtyre gjërave të dyshimta, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që nuk dihet a janë halal apo haram, ai e ka ruajt fen dhe nderin e tij. E kush i bie në këto gjëra të dyshimta, ai ka rënë haram, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram." Kush bie në gjëra të dyshimta ka rënë në haram. Edhe sjell një shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë sikurse bariu i cili e kullot baktin e tij rreth arave të mbrojtura. Se në përfshatra ka ara të cilat zguxon të mishti kafshat ati baktin për me kullot, se e runa, e ka mjella, se ka mja e runë bavqën e vetë, arën e vetë. Thot, sikur bariu i cili shkon për, shashi merë dhend për shembull, edhe shkon për rreth atyre arave të mbrojtura. Thot për jam sam, ju shiku e njerta fihi. Shumë mundësia është shumë e madhe që ai me hi edhe me hi kafshët e ti me i kullocët, i suni ma me vizore, kafshët apo. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon, thot, ela wa inna li kulli melikin hima. Pra dijeni se çdo mbret i ka ato kufit, arat e veta të mbrojtura. I ka kufit e vet. Wa inna himallahi maharimuh, e ato teritoret e mbrojtura të Allahut janë haramet e tij. Që do me thonë se ti nëse i shkon haramit ati ngat, ti shumë e logjikshme edhe shumë e mundshme është që me ranta. Pastaj e thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çet pjesën e fundit të hadithit, që është hadith pak si më i gjatë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo fjalia është baza e krejt, do me thonë temave që do t'i mbajmë. Thot ela wa inna fil jasadi mudqa. Dhe dijeni, përveç njohjen e këtyre territoreve, dijeni se në trup ka një cop mishi. Idha salahat salahal jasadu kulluhu. Nëse përmirësohet që kjo cop e mishit, përmirësohet krejt trupi. Wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu. E nëse prishet i tërë trupi, ela wa hiya al qalb, dijeni se kjo është zemra, thot pejgamberi. Pra zemra është një cop mish. Nëse e ki, do me thonë, mirë, nëse e ki mirë janë edhe punt. Nuk e ki e mirë, nuk janë mirë punt. Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë të ndërum vllazën se nëse që këtu ku e mbajmë në krahror zemra, është në rregull zemra, nuk mundet punt me kanë jo në rregull. S'mundet. Nëse këtu nuk jemi mirë, nuk mundën punt me kanë të mira.
Edhe do ta sqarojmë. Për çat shumë gabojnë njerëzit të cilët thonë, i themi, pse be ti nuk ma Ramazan? Edhe thot, s'ka nevojë Zoti për Ramazanin tem. Unë me rëndësia është këtu jam i mirë. Edhe kuptojnë fenë sikur se një ditë rregulla, thënë unë kërkuj nuk i menoj keq edhe nuk i bëj keq. Pse nuk fal namazin? Pse nuk e fal namazin? Thot unë me rëndësia është jam i mirë në zemër. Aja është i smund në zemër. Për çatë edhe nuk falet. Aja është i smund në zemër. Aja ka probleme me zemrën e tij. Për çatë edhe punët e tij nuk janë si duhet. Për çatë kush do mu përmirësu, du të mja nis pi zemrës. A njerëzit gabojnë, mundohen me i përmirësu rezultatet, se punët janë e ndryshme që i ban njeri ndash mira, ndash të këshia, janë rezultat i asaj që e akumulojmë, e kemi mbledh në zemër. Punët janë veç rezultat. Kjo i bie kështu. Për shembull, dikush e ka një smuje. Ajo smuja të zami vjen prej mëlçisë, edhe shfaqet në trup, shfaqet shembull në likur, edhe munohet me mjeku atë do me thonë pasojën, a nuk shkon me rregullu problemin e mëlçisë. Ti nxak i ki problemin, ajo që ka dalë në likur, ti ki me shnosh, ajo prapë dhe dalë tjetër kun. Çajo është, edhe këtu të punët e mira. Nëse ne, për qatë është me rëndësi kjo temë, se me përmirësu zemrën, punë tjera kemi pati vetë përmirësu, këtë punë tjera kanë mu përmirësu. Kush ka problem me namazin, kush ka problem me haramet, kush ka problem me... Dhe më thonë, duhet me regullu, qysh regullohet kjo, duhet me mësu dispozitat e fesë që flasin për, dhe më thonë, mjekimin e zemrave, largimin e smujeve të zemrave. Që këto duhet me i ditë shumë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an i kanë kushtuar rëndësi të madhe kësaj teme. Se duhet me ditë ku është piknisja e përmirësimit. Çatje duhesh me punuti, ato tjerat vjen. Thot dikush për shembull, po pse be, domethënë, edhe çuditet me veprat e tij, po ti duhet nuk e ki, domethënë, ilaçin se ki çu atje në vend. Nëse në gjak e kemi mikrobin, ai mikrobi pastaj ka mu shfaq, domethënë, në për pjesë të ndryshme të trupit, ti duhesh me mjeku nëpërmjet gjakut, e kështu me radhë. Edhe këtu, domethënë, përmirësimi jon fillon me përmirësimin e zemrës. Për çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, "Et-taqwa ha huna", 3 herë dhe i kam shumë gjoksit. Ka thonë takvallëki që këtu është. Këtu është takvallëki, punët e tjera të mira kanë marrë. Këtu është s'ka takvallëk, punët e tjera të mira, domethënë s'ka me pas. Ndërsa e tash, çdo urdhën, thonë dietarët, çdo urdhën që është, për shembull urdhni për me fal namaz, urdhni për me majt Ramazan, urdhni për me dhon zeqatin. Këto urdhnat e mëdha që janë, më së pari është urdhën për zemrën, para se me e fal namazin. Për shembull, njeri që se fal namazin, ai njëherë me zemër e le namazin, njëherë e kalon me zemër para se me e lon me trup. Se dihet e dietarët se këto janë obligime, falja namazit, agjerimi, janë obligime trupit. Kryerja e haxhit, këto janë obligime trupit, duhet me hec me lëviz. Mirë po njeri që se fal namazin, a e kalon njëherë me zemër para se me e lon me trup. Ja ka këti. Pse se kur ka urdhnu Allahu subhanahu wa taala me fal namazin, na ka urdhnu që ta mësojmë namazin dhe ta synojmë namazin. Mësimi dhe synimi bën me zemër. Ta njohim namazin dhe ta synojmë, ta bëjmë niyet, ta kemi qëllim niyet me fal namazin. Nëse ne nuk e falim namazin, kjo do me thonë se në zemër ne e kemi defektin. Se ti faktikisht nuk menon për me fal. Edhe kjo është për çdo ndash fjalë, ndash vepër. Çdo fjalë ose vepër që duhet ne ta bëjmë, se Allahu ka thonë me thonë shahadetin. Sunet se thot, pse se thu, se nuk e ka këtu. Prandaj Ebu Hurajra radiallahu anhu ka thonë kështu një fjali tjetër, ka thonë zemra është mbreti i pjesëve trupit. Thot, ajo është mbreti i pjesëve trupit. Ndërsa pjesët e trupit janë ushtria e tij.
Nëse mbretja është i mirë, edhe ushtria e tij ka me kon e mirë. Nëse mbretja është i keq, i fliqur, edhe ushtria e tij ka me kon e fliqur. Edhe ushtria e tij ka me kon e fliqur. Që do të thonë se edhe namazi, edhe agjerimi, edhe zeqati, edhe leximi i Kuranit, edhe krejt këto që ne duhet mi bo praktikisht, nisin prej zemrës. Se njeri nuk mundet mi lan këto, nuk mundet mi lan këto vepra, nëse nuk i kalon paraprakisht me zemrën e tij. Do thonë kjo është kuptimi. Prandaj, të nderuar vëllezër, njohja e dispozitave të zemrës është më e rëndësishme se njohja e dispozitave të gjymtyrëve. Siç kanë thonë dietarët. Dhe Allahu subhanahu wa taala nuk i këshirën pamjen tonë. Kur shikon, ku është vendi ku shikon Allahu te ne. Për shembull, ne mujna me bë gabim në vepër. Ama Allahu ta këshirë zemrën. Nëse në zemër e ki pas mirë, nuk i problem. A di shpesh herë, kur lexojnë Kur'an, që tash më kujtohet ky shembulli, ka do popuj së në i thënë kretë shkronjat. Për shembull, së në thënë thë, së në thënë, ka popuj. Sidomos unë që i kum pa, për shembull, turqit, kinezët, që së në shqiptojnë, popullata e thjesht, ato matarsimumit i dhe. Për shembull, thëjes nuk i thot thë, s'kajnë në gjuhën e tyre shkruajnë. Edhe e lexojnë së. Me thëjen, sikur edhe këta, për shembull, këta Maqedon, për shembull, nuk e kanë shkronjën thë nëse s'gaboj, po së e thënë, apo? Edhe nuk mundet me thi gjuhën, duhet shumë të ushtroj. Edhe parashtrohet pyetja, a prish punë, sa ato e ndryshojnë faktikisht, pini shkronjën edhe mundet me ndryshu edhe kuptimi. Ja, nuk prish punë. Sa Allahu e këshirë zemrën e këshirë. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allahu nuk shikon trupat e juve dhe pamjet e juve, syretet e juve. Nuk i shikon, po i shikon zemrat e juve. Dhe në një transmetim i shikon edhe punët e juve. Allahu e këshirë, do me thonë zemrën shekije. Edhe mendohet diçka që bëhet gabim, matët vepra jote sipas asaj që e ki pas në zemër. Sipas asaj që e ki pas në zemër. Prandaj Aisha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e transmeton Aisha radhiyallahu anha, e ka bënë një dua shumë shpesh. Ka thonë, ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Çka dua është një për duave shumë të shkurta, po që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë shpesh e ka bërë. Edhe Aisha radhiyallahu anha i thot, ja Rasulullah, abe po të shofë që çka dua shumë shpesh pa e ban. Që me thonë? O rrotullues i zemrave, forcoma zemrën time në fen tënde. Që kjo është? Prandaj, nëse ka dini dua që njeri mundet me bo edhe në sejdë, edhe në fund namazit, para se me dhonë selam, edhe natën, edhe ditën, edhe në xhami, edhe jashtë, edhe në punë, edhe që këtë dua djetarë thënë nuk ban me lanë. O ti që, se mu kallip është, ti që i rrotullon dhe i përmbys, se fjala kalb që i përkthejmë në zemër, kalb, zemër, është prej foljes kalebe që dhe me thonë e ka përmbys, e ka këthi. Se zemra ndryshon, përmbysët. Sot menon diçka nesër, dhe thotë që kam menua, dhe këtë ndryshen. Sot e do dika nesër e urejnë. Sot mendon me bon një punë nesër e ban. Sot ki dëshirë me punu, me lexu Kur'an, me fal namaz nesër se ki që këtë dëshirë. Është diçka që nuk rrimë një vend, vlan zemra. E pejgamberi sa ka thonë, o ti që i ndryshon zemrat, forcoma, o ti që i përmbys zemrat vazhdimisht. Sa Allahu është që e ka kriju zemrën në këtë formë. Në me thonë, forcoma zemrën në fen tënde. Se njeri sot e do fen, nesër se do fen. Njeri sot e do namazin, nesër nuk e do namazin. E tash, kur i thot Aisha radhiyallahu anha, thot, ja Rasulullah, shumë e përsërit që këtë dua,
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot o Aisha, po ti nuk e di se zemrat janë mes gishtave të Allahut dhe i rrotullon çish dojë ai. E fakti që ne ndryshojmë në mendime, në qasje, në bindje, ndryshojmë në disponim, ndryshojmë në dëshira, në vullnet, në gjithë çka që kemi. Nuk e kemi permanent diçka. Nuk është diçka e pandryshueshme. Kjo tregon se ti duhesh mu kujdes shumë për zemrën tënde. Sa minuta e më? 20. Unë do të menoj që sa kena fillu. E tash, nëse lëvizjet e trupit përputhen me, më thonë ne thamë kështu, nëse këtu për shembull në zemër kemi dashuri ndaj Allahut, frikë prej Allahut, kemi mbështetje te Allahu subhanahu wa taala, kena me pas punë që përputhen, domethënë me këto vepra të zemrës, të quhen lëvizjet e zemrës. Se zemra kur do, kjo është veprimi i zemrës. Nëse dikush nuk i ka këto mirë po punon, çka është munafik? Për shembull dikush bën punë të mira, po si ka rrënjën e atyre punëve të mira nuk e ka në zemër, do me thonë ai veç shtiret, shfaqet. Sa nuk është i sinqert me vetvete. Kur përputhet ajo që është në zemër, me ato që i bëjmë jashtë, që kjo është imani i plot. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu që thot: "Men a'ta lillah, wa mana lillah, wa ahabba lillah, wa abghadha lillah, faqad istakmala al-iman." Kush jep për hir të Allahut dhe ndalon për hir të Allahut, nuk jep për hir të Allahut. Do për hir të Allahut dhe urren për hir të Allahut, ai ka plotsuar imanin. Për shembull ti e do punën e mirë. Kjo vjen si rezultati asaj që është në zemër se ti e do Allahun. Edhe kur përputhet lëvizja e gjymtyrëve jashtë, punët e tuaja janë tamam çashtu sikur se i në zemër, kjo është domethënë plotësim i imanit. Prandaj duhet shumë me kushtu rëndësi, domethënë çka ndodh me zemrat tona. Edhe ne do të mundohemi që gjatë këtyre ligjëratave me këshirë për shembull, se këto zemra ka mundësi mu dobësu, ka mundësi mu smu, ka mundësi me pas domethënë probleme të ndryshme të cilat besimtari edhe feja na ka mësuar çish me i tejkalu ato probleme në mënyrë që me rujt, domethënë me rujt zemrën të shëndosh. Se ditën e gjykimit kur do dalim përpara Allahut subhanahu wa taala, nuk ka me të bëjë dobi kur gjë tjetër përveç zemrës së shëndosh, sepse thot Allahu subhanahu wa taala: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Atë ditën e gjykimit nuk do të bëj dobia pasuria dhe fëmijët përveç atij që vjen te Allahu me zemër të shëndosh. E ka përmendur Allahu subhanahu wa taala. E tash ne, domethënë gjatë këtyre ligjëratave do ta shohim se si mi mjeku zemrat, si mi largu ato smujet dhe si ta ruajmë, domethënë zemrën e shëndosh, e cila ka me qenë motori kryesor që ka me na shti me bon vepra, me bon vepra të mira. Do të them se zemër për me pas zemër shëndosh që ke duhet me largu. Për shembull, ka sikur se na thot mjeku, nëse ti e konsumon që ke ushqim, ti ke musmu, ke me pas alergji, ke me pas yndyrë, ke me pas kështu. Kështu është edhe me zemrat. Mirë po me zemrat në kuptimin shpirtëror, domethënë të këtij organi, sepse është më tepër se sa një organ, domethënë një organ biologjik, domethënë i cili e qarkullon gjakun. Pra të nderuar vëllezër, përpara se me më thonë njeri, përpara se me lani punë të mirë, si që thash, thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla." Fala saddaqa, ai nuk ka besu edhe nuk ka fal. Mirë po ka përgënjeshtru dhe ka kthi shpinën fejnë Allahu subhanahu wa taala. Që të me thonë se zanafilla e veprave të këqija nis prej zemrës. Se thot nuk ka besu, për çatë edhe nuk ka fal, i bie. Po ka përgënjeshtru, besimi dhe përgënjeshtrimi me çka bëhen? Me zemër. Besimi dhe përgënjeshtrimi bëhen me zemër. Unë e lutë Allahun subhanahu wa taala që të na inspiroj, na frymëzoj, na udhëzoj në drejt njohjes së veprave të zemrës, të cilat janë të domosdoshme për mi përveçune, do të thonë cilat janë ato punë të cilat patjetër e kemi mi përveçu,
Se njeri në zemër, zemra është një enë, ti mundesh me mbush me çka dush. E mbush, më thonë, me vepra të mira, ose e mbush me ndjenja të mira, ose e mbush me vepra të këqija. Nëse e mbush me vepra të mira ose me veprat e zemrës, siç është dashuria ndaj Allahut, frika prej Allahut, mbështetja tek Allahu subhanahu, shpresa tek Allahu subhanahu wa taala, synimi i botës tjetër. Një njeri i cili për qënd në zemrën e vet e ka të mbush me dashurinë ndaj dunjas. Vetëm dunjan, numër 1 e ka dunjan. Ai nuk njeh namaz, nuk njeh halal, nuk njeh haram. Ai nuk di kufi. Nuk di kufi. Domethënë ai i cili e ka numër 1 dashurinë e kjo është smuje. Një prej smujeve të zemrës është prioritetet me, se normal njeri, domethënë e do dunjan, mirë po nuk e ka qëllimin e tij përfundimtar. Nëse kështu në zemër të dikush është për shembull dunjaja qëllimi i tij përfundimtar, domethënë tek ai njeri nuk ka besim, nuk është leal, është tradhtar, domethënë nuk bën punë të mirë. Pse? Sa ai kur ka interes bën punë të mira. Nuk ka interes nuk bën punë të mira. Pra zanafilla e krejt veprave të mira është te përmirësimi i zemrave, gjë që duhet mu mundu, për shembull në këtë Ramazan mu mundu me e dhënë maksimumin, domethënë për me i përmirësu zemrat tona, se normal që nuk ka shkjo një punë e lehtë, mirë po me vullnet fort arrihet, se nuk është edhe pamundshme, është diçka që mundet me e bë besimtari, domethënë me fut në zemrën e tij kuptime të tilla, të cilat pastaj do ta shtin drejt veprave të mira. Allahu na mundsoft. Normal unë nuk do t'i mbaj, domethënë ligjeratat maksimum 20-25 minuta. Kjo është ligjerata e parë, nesër është e xhuma, nuk do të ketë, shtunën jam i thirrur më në promovim të librave në Kosovë. Takohemi inshallah të diellën, vazhdojmë me ligjeratat e kësaj serie. Allahu ju shpërblet për sabrin. Alhamdulillahi rabbil alamin.